Kjo është një nga paraqitjet e fundit të Vjosa Osmanit si presidente e Kosovës. Për më pak se një javë, asaj duhet ta lë këtë post, mes nuk ka shenja se dikush nga politika mund ta propozoj atë për të mbetur kryetare, edhe një mandat të dytë. Duke ditur këto rrethana, e para e shtetit nuk ja doli t'i kontrolloj emocionet kur foli në një ngjarje për javën e gruas në Prishtinë të mërkurën. Në një mënyrë, Osmani e pranoi se presidencës së saj po vjen fundi. Tha se momentet kur e mori këtë detyrë nuk ishin kulmi i karrierës së saj. 5 vite më parë, kur mora detyrën si presidente e vendit, nuk e pash atë si një kulm të rrugtimit tim, sepse realisht nuk ishte. Ishte një fillim. Ishte pikrisht ai moment kur filloi përgjegjësia më e lartë. Sepse kalimi nga përfaqësimi në përgjegjësi është një nga proceset më të vështira në politikë. Sepse aty përfundon simbolika dhe fillon pesha reale e vendimeve. Osmani tha se gjatë mandatit të saj janë bërë kogja përparime në Kosovë, duke përmendur forcimin e institucioneve dhe zgjerimin e hapësirës për gratë. E sipas saj, në këto 5 vjet u dëshmua edhe diçka me shumë rëndësi. Dhe ndoshta më e rëndësishmja, kemi dëshmuar se leadershipi me integritet nuk është dobësi, por është standard. Është standard i cili duhet të vazhdohet. Megjithatë, ajo pranoi se edhe një lidere me integritet mund të quhet tradhtare nga ata që kanë inate politike me të, por të cilëve nuk u përmendi emrin. Kjo thot se i ndodhi asaj që e quajti fushat baltosëse, pasi shpërndau kuvendin me dekretin presidencial. Në javët e fundit, puna ime është përballur me një fushat baltosëse që për qëllim nuk e ka kritikën. Është përpjekja për të zhveshur një njeri nga dinjiteti i tij njerëzor, për ta kthyer në objekt, për ta krahasuar me kafshët më të egra, për ta zëvendësuar të vërtetën me imazhe të manipuluara. Kur propaganda mund ta kthej çdo në tradhtar brenda natës, kur e vërteta mos ka as pak rëndësi, kur dinjiteti gjithnjë shndrohet në dëm kolateral, atëherë e tërë demokracia është në rrezik. Nëse Osmani nuk rizgjidhet presidente, atë të paktën për një periudhë të shkurtë, sipas rregullave kushtetuese, e zëvendëson kryetaria e kuvendit Albulena Haxhiu. Ajo tha për Kosova Press se është e gatshme për të ushtruar detyrën e presidentes pas 4 prillit, në rast se nuk ka një vendim tjetër paraprakisht. Uroj që ta kemi një zgjidhje deri atëherë. Do t'ishte shumë mirë që deri më 4 prill të kemi president të zgjedhur me mandat të plot dhe jo ushtrues të detyrës së presidentit apo presidentës, por natyrisht që varësisht nga rrethanat, unë do t'i adresoj përgjegjësitë e mia. Osmani ende nuk ka treguar se çfarë do të bëj pasi ta përfundoj mandatin, por gjatë një vizite të fundjavës në Podujev, la të kuptohet se ka shumë për të thënë pas kësaj date. Një kthim eventual të saj në LDK, parti kjo në të cilën ajo ishte deri në vitin 2020, po përmendet, por a do ndodh ky zhvillim ende nuk dihet. Në partinë që ka për kryetar Lumir Abdigjikun, thonë se ky subjekt nuk i mbyll dyert për ata që duan të hyjnë ose kthehen në të. Pra nuk ka asnjë diskutim deri më tash për atë pjesë. Lidhja demokratike e Kosovës është e gjithë qytetarëve, prandaj të gjithë ata që dojnë me qenë në lidhjen demokratike të Kosovës e kanë derën hapur. Osmani, nëse nuk i kthehet politikës, gëzon një status e beneficione të rjetën se ish presidente, kur përfshihet edhe një rrugë e mirë.